Jemi rikthyer në studio, është ora 19:10 duhet të ketë 10 minuta që paktën sipas orarit të vendosur nga institucionet zgjedhore duhet të mbyllen qendrat e votimit. Ardit Hoxha, i cili ka ndjekur këtë proces zgjedhor nga Komisioni Zgjedhor i Kosovës, do të na japë informacionet e fundit për pjesëmarrjen, nëse janë mbyllur apo jo qendrat e votimit. Ardit, përshëndetje. Si po shkon puna në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës? Se stunda Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po, në fakt janë duke u pritur. Po. Në fakt janë duke u bërë përditësimet e fundit sa i takon pjesëmarrjes dhe më pas në pritje të procesit të numërimit të votave, pasi nga informacionet që kemi deri në këtë momente, procesi i votimit është mbyllur në të 38 komunat në të cilat qytetarët e Kosovës ditën e sotme kanë votuar për drejtuesit e kryetarëve të komunave dhe anëtarët e këshillave komunale. Dhe përditësimi i fundit vetëm 2 minuta përpara mbylljes së kutive të votimit ka qenë për një pjesëmarrje që varion në shifrën prej 32.9%, ndoshta me përditësimin e fundit kjo shifër mund të rritet deri diku, gjithsesi mbetet më ulët krahasuar kjo me dy proceset e fundit zgjedhore, si atë të 2021-shit kur është votuar njëjtë pra për kryetarin e komunave dhe këshillet komunal dhe ato të shkurtit të këtij viti ku u votua për qeverisin qendrore të Kosovës. Gjithsesi e theksova që do duhet pritet përditësimi final sa i takon pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në këtë proces ditës së sotme. Nga ana tjetër, në Kosovë kanë filluar të dalin dhe exit pollet e para sa i takon disa prej komunave më të rëndësishme në vend, të cilat siç duket do të shkojnë në një raund të dytë në balotazh. Pritshmëritë të tilla janë në fakt për shumicën dërmuese të komunave më të mëdha, duke nisur që nga Prishtina, Prizreni, e mëtej pothuajse të gjitha bashkitë komunat kryesore të Kosovës, të cilat do të kenë një raund të dytë në datën 9 nëntor, data e përcaktuar për zhvillimin e balotazhit. Ajo që mbetet për të parë është se cilat do të jenë kandidatët që do të shkojnë në balotazh. Për Prishtinën të paktën gara tashmë mund ta themi në fakt sepse nuk kemi në shkelje të heshtjes zgjedhore, dy kandidatët më potencial për të shkuar në balotazh bëhet fjalë për kryetarin aktual të komunës së Prishtinës, zotin Përparim Rama, dhe sfidantin që vjen nga lëvizja vetëvendosje, zotin Hajrullah Çeku, ndërkohë që i treti paraqitet kandidati i prezantuar nga Partia Demokratike e Kosovës, zoti Uran Krasniqi. Të paktën këto janë të dhënat paraprake nga disa prej exit pollave që janë publikuar këtu në Kosovë për komunën e Prishtinës, dhe do të shihet me interes në fakt kur të nisë të mbyllet procesi i numërimit të votave, dhe akoma me më tepër interes momenti se si do të shpërndahen votat kur këto dy kandidatët e parë do të shkojnë në balotazh, pasi interesante është që edhe votat që kanë marrë dy kandidatët ose të paktën perceptimi për votat që kanë marrë dy kandidatët e tjerë që janë në garë për komunën e Prishtinës, sërish mund të bëjnë një lloj diference mes dy kandidatëve më të fortë, pra që në këtë raund të parë pritet që të marrin vendin e parë dhe vendin e dytë si më të preferuarit e prishtinanëve. Mirë, Ardit, atëherë do kthehem pas pak ke ty, sapo të kemi edhe një përpunim të informacioneve të fundit për të ditur edhe se sa është pjesëmarrja, ndoshta edhe pjesëmarrjen në bazë të komunave, sidomos atyre që janë komunat më të mëdha dhe kryesore të vendit.